I nderuar zoti Sali Berisha, i nderuar zoti Fatmir Mediu, të nderuar deputet të Kuvendit të Shqipërisë, e nderuar zonja Aliri Sula, drejtuese e Departamentit të Arsimit, të nderuar mësues. Unë quhem Albana Gjika, studente në mjekësi dhe gjithashtu kontribuese e opozitës shqiptare. Sot është një ditë e veçantë, një ditë që nuk mund të kaloj pa u ndalur për të reflektuar mbi punën tuaj fizike. Është festa juaj, festa njerëzve që mbajnë besupe barën më të rëndë dhe më të bukur njëkohësisht. Ndriçimin e mendjeve të reja, formësimin e karaktereve dhe mbjelljen e farës së dijes, që do të lulëzoj brez pas brezi. Të jesh mësuese nuk është thjesht një profesion, është një mision. Nuk është thjesht një punë, por një përkushtim i përditshëm, një sakrificë e heshtur, një thesar që nuk matet me ar apo para, por me ndryshimin që lini tek çdo zemër që takoni. Ju jeni ndriçuesit e rrugës sonë, jeni ata që me durim na mësoni jo vetëm numrat dhe shkronjat, por edhe si të ndërojmë, si të guxojmë, si të mos dorëzohemi. Në bankat e shkollës, në njëherë në fjalëve tuaja të mençura, kemi mësuar se dia është dritë, se mundimi sjell shpërblimin dhe se respekti e mirësia janë ngurë të themelit të një shoqërie të shëndetshme. Çdo ditë me zemër të pastër dhe duar të hapura, prisni fëmijë me ëndra të mëdha dhe ju udhëhiqni drejt së ardhmes. Me zërin tuaj të qetë, me sytë tuaj të mbushur me mirësi, me përkushtimin tuaj të palodhur, jeni bërë pjesë e çdo historie suksesi. Nuk ka mjek, inxhinier, artist apo shkencëtar që të mos ketë kaluar nga dora e një mësuesi. Nuk ka lider të suksesshëm që të mos ketë marrë mësimet e para nga një shpirt i madh që u përkushtua për ta udhëhequr. Prandaj sot në këtë ditë të shënuar, le të themi faleminderit. Faleminderit për durimin tuaj, për dashurinë me të cilën e mbillni dijen, për përpjekjet që shpesh nuk shihen por që lënë gjurmë të pashlyeshme. Faleminderit që nuk ndaloni kurrë së besuarit tek ne, edhe kur ne ndyshojmë tek vetja. Faleminderit që na mësoni të ngrihemi pas çdo rënje, të kërkojmë gjithmonë të vërtetën dhe të bëhemi njerëz më të mirë. Ju jeni heronjë të heshtur të shoqërisë sonë dhe për këtë do të jemi gjithmonë të nderuar. Gëzuar festën tuaj të dashur mësues. Urojmë që gjithmonë të keni forcën, pasionin dhe dritën për ta vazhduar këtë rrugtim të shenjtë. Tani nga Departamenti i Arsimit vjen për të dhënë fjalën e saj Aliri Sula. I nderuar kryetar i Partisë Demokratike, profesor Sali Berisha, i nderuar kryetar i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu, shumë të dashur mësues, pedagog të pranishëm, prindër, student dhe nxënës. Sot është 7 marsi dhe si që jemi mësuar ne zakonisht është një ditë kremtuese, një ditë feste, por besoj se jemi të gjithë në një mendje që në këto 12 vite, në humnerën ku e ka katandisur, ku e ka rrekullisur të poshtë qeveria Rama arsimin e fëmijëve tanë, ku e ka denigruar figurën e mësuesit, kjo nuk është më një ditë kremtimi, kjo është një ditë proteste, shtrimesh alternativash, programesh dhe misionarësh për të vijuar betejën e Partisë Demokratike, për të përhapur programin e Partisë Demokratike për arsimin. Sot nuk ka më vend të flasim për çfarë ka bërë Rama këto 12 vite, çfarë i ka bërë mësuesve dhe si ka përdorur ato politikisht, se si 6500 mësues sot humbasin të paktën 100.000 lekë të vjetra nga rroga e tyre mujore, duke i diskriminuar nga grupi i pagës. As për rezultatet e testimeve ndërkombëtare të cilat janë gremisëse. Sot është vendi të marrin fatet tona në dorë dhe ju e dini, ju që jeni mësues, që jeni pedagog, ju jeni misionarët tanë, ju jeni misionar në familje dhe misionar më shumë në shkollë tek brezat e rinj. Unë do t'ju them 2-3 pika të arsimit për të kuptuar dhe ju, besoj se keni lexuar, që ne kemi nevojë që programi i arsimit të shkojë tek çdo i ri, tek çdo i re, tek fëmijët, tek mësuesit, adoleshentët, së pari të qëndrojnë në batan, në votrat tona, në shtëpitë tona, të mos ta kenë ekzistenciale largimin dhe shpopullimin nga vendi ynë, dhe së dyti të bëjmë arsim cilësor, të barabartë për të gjithë. Ta kthejmë Shqipërinë në lider në rajon, ta kthejmë Shqipërinë me fytyrë nga e ardhmja, jo me fytyrë nga shpopullimi. Ne premtojmë të kemi 1.300 euro për pagë mujore për mësuesit dhe 2.000 euro pagë mujore për pedagogët. Por
sigurisht ka njësër programe që kanë bëjnë me infrastrukturën digjitale. Më besoni, kam qenë pjesë e trajnimeve që bënte Manastirliu për mësuesit pasi dolën nga Gremina e Pizës dhe ishin trajnime ku mësuesit vinin pa kompjuter ose me laptopin e vet nga shtëpia ose me celular. Të pabëshme, zero trajnime. Do të bëjmë trajnime të menduara mirë sipas nevojave të mësuesve dhe sigurisht do të jenë falas gratis sepse ka detyrë shteti dhe kjo qeveria e Partisë Demokratike kur të vinë në pushtet që t'i mbështesë mësuesit. Kemi një program shumë të qartë për arsimin e lartë, për kërkimin shkencor, po kështu për mësuesit e degëve që do të diplomohen në degët e prioriteteve që të mbajmë të rinjt këtu, të mos e lë mësuesin një profesion dhe një degë studimore pa student, por të kemi të gjithë fëmijët tanë dhe studentët këtu duke diplomuar po kështu edhe mësues të degëve të shkencave eksakte dhe humane. Ju uroj dhe një herë festën e mësuesit me respekt dhe mirënjohje të thellë për çdo mësues, për çdo pedagog në punën e tij të përkushtuar dhe fisnike në përçimin e dijes. Por do t'ju lutesha, do t'ju kërkoj dhe do të bëj thirrje të jemi të gjithë bashkë në betejën historike që ka Partia Demokratike dhe të gjithë aleatët në 11 maj. Të jemi bashkë për programin e arsimit, por dhe programet të fushave të tjera të mirë menduara për t'i zbatuar me krijimin e qeverisë së Partisë Demokratike pas 11 majit. Ju faleminderit. Tani merr fjalën kryetari i sindikatës së mësuesve në Bashkinë Kamës, zoti Ilir Bodini. I nderuar Doktor Berisha, të nderuar deputet, të nderuar pjesëtar të Departamentit të Arsimit të Partisë Demokratike. Unë jam Ilir Bodini, banor i Bashkisë Kamës, prej qerek shekulli dhe 32 vite në arsim. Sot është 7 marsi, një ditë e shënuar identitetit tonë kombëtar, ditë e mësuesit. Në këtë ditë të veçantë, çdo njeri nga ne përullet me respekt përpara misionarëve të dijes, të qytetarisë, humanizmit, të urtëve deri në dhimbje. Nesër është edhe 8 marsi, dita e gruas, e nënës, e motrave. Këto dy data janë të lidhura fort me njëra tjetrën, sikur të ishin binjake. E themi këtë pasi të dyja datat janë sinonimi njëra tjetrës, i familjes, i zhvillimit, i begatisë dhe i dinjitetit kombëtar. Madje 8 marsi e ka përcen konceptin e ditës së gruas, pasi në arsimin shqiptar janë gratë, nënat dhe motrat që dominojnë në numrin mbi 70% të anëtarëve të punonjësve në arsim. Ata sakrifikojnë më shumë se askush tjetër për familjen, për mirëritjen dhe edukimin e fëmijëve, për sigurimin e të ardhurave në punë, plot mund dhe sakrifica. Mirënjohja dhe respekt për ato nëna e motra të cilat që nga ora 6 e mëngjesit dyndë dhe vërshojnë drejt punëve të ditës dhe ku më të shumtat drejt fasonerive në punë të vështira e plot rreziqe, duke lënë fëmijët e tyre në gjumë, mbase ndonjëherë duke u gdhirë natën duke kujdesur për shëndetin e tyre dëbrisht për të siguruar të ardhra për mirëqenien e jetës së tyre. Arsimi në Kamës dhe në gjithë Shqipërinë nuk është aty ku duhet. Aty ku janë vendet e rajonit dhe aty ku ishte në vitin 2013. Aty as tek fqinjët tanë, aty ku e kërkojnë standardet e Bashkimit Evropian, ku e kërkon arsimi i shekullit të 21. Me një GDP prej 2.9%, ku realisht është 2.4, arsimi është një situatë as pak të kënaqshme. Nëse ka ndonjë njeri që mund të thotë po, me 2.4% të GDP-s arsimi është i suksesshëm, kur vendet e rajonit, vendet e OECD-s, të Bashkimit Evropian kanë dy fishe me lartë shifrën për arsimin, duhet të jetë ose mashtrues ose i paditur. Ky 7 marsi gjen mësuesit me ca para më shumë në xhep, por realisht as pak dinjitoz në punën e tyre të përditshme plot sakrifica. Them me ca para më tepër në xhep pasi rritja e pagave u bë në korrik të vitit kaluar, nuk e shëron as pak situatën në të cilën ndodhet arsimi shqiptar. Në këtë rritje pagash u ndëshkuan rreth 7.000 punonjës të arsimit, si edukatore dhe mësues të arsimit fillor të diplomuar para viteve 2000. Madje njëri është në sallë, listën e notave e ka me 49 landë dhe trajtohet me një pagë grupi prej 100.000 lekësh. Është turp për sistemin tonë arsimor. Atyre ju cënua paga e grupit nga 14.000 që ishte në 10.000, duke marrë 5 dhe 6.000 lekë të reja më pak.
rasti diploma me cikël të mbyllur dhe me 49 lëndë të dhëna. Me gjithë përpjekjet tona, kërkesat e vazhdueshme, Ministria e Arsimit asnjëherë nuk është ulur dhe nuk ka rënë dakord për të trajtuar këtë problem mjaft të rëndësishëm për prindit dhe për familjet e mësuesve. Mësuesia si profesion po braktisë çdo ditë. Nëse do të pyesësh nxënësin se çfarë dëshiron të bësh kur të rritesh, vetëm mësues nuk thot po. Me 7 student për fizik këtë vit, po kështu edhe në profilet e tjera të arsimit, po shkon drejt një situate të rrezikshme. Pagat e mësuesve për ata të rinj dhe të reja kanë zgjidhur mësuesinë, pasi nuk kanë patur zgjedhje tjetër, janë të pamotivuar që ata të punojnë. Testimi i PISA-s e rendit Shqipërinë të fundit. Ky test dëshmon qartë se sa vlerë 2.4%, pra sa vlerë 2.4% i GDP-s të arsim. Këtë vit 15 vjeçarët do të përfshihen në testimin e radhës, po bëhet një lojë e pandershme duke ndërhyrë në të mësuarit e veçuar në këtë testim. Kjo është njësoj si një sportist të marrë substanca të ndaluara dhe pastaj të garojë një garë me sportistë të tjerë. Rekrutimi i drejtuesve të shkollas sipas Tenit 27.1 kërkohet që çfarëdo lloj shkollimi të kesh kryer, master shkencor, doktoraturë, të kesh dëshmuar si drejtues i zotja për kualifikim tjetër nuk vlen. Duhet patjetër të kesh shkollën 1 vjeçare të drejtorëve, ndërthojza ka dhe një epitet tjetër shkolla e partisë, një koncesion dhe monopol i pastër. Infrastruktura, logjistika dhe kualifikimet e mësuesve lën për të dëshiruar. Problematikat janë kaq të mëdha sa nëse do të duhej të përgatiteshin tema master shkencor për çdo fushë, me këto problematika s'do të mbaronin kurrë. Duke u uruar të gjithë dhe 7 dhe 8 marsin, data që lidhen me shkollën dhe familjen me këto të dyja duhet që të bashkëpunojnë fort për një arsim cilësor për çdo fëmijë, për mirëqenie sociale, emocionale dhe shëndetësore për çdo fëmijë, angazhim të përbashkët shkollë, familje, komunitet, vendimmarrje të përbashkët dhe arsim gjithëpërfshirës. Sindikata e pavarur e arsimit të Shqipërisë do të jetë një partner e rëndësishme si në programin e përgjithshëm të Partisë Demokratike dhe veçanërisht për programin për arsimin. Duke ju falënderuar, ju uroj gëzuar 7 dhe 8 marsin. Faleminderit. Tani kam nderin të ftoj zyshën informatikës zonja Pranvera Kurpalaj. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti kryetari i Partisë Demokratike, doktor Berisha, të nderuar deputet, të nderuar pjesëmarrës në këtë takim. Unë jam Pranvera Kurpalaj, mësuese në arsim prej 5 vitesh. Dua ta nis fjalën time së pari duke uruar të gjithë kolegët e mi për festën e 7 marsit. Uroj që në këtë mision fisnik që ne kemi, të arrijmë sa më shumë suksese të gjithë së bashku. Nuk mund të lë pa uruar gjithashtu dhe të gjitha gratë, vajzat prezente në këtë takim, gëzuar dhe festën e 8 marsit. Faleminderit. Unë jam shumë e kënaqur të jem pjesë e këtij takimi, ku mësuesit kanë mundësi të flasin rreth arsimit në Shqipëri, duke qenë se arsimi është në fakt një nga shtyllat kryesore për zhvillimin dhe mirëqenien e një kombi. Fatkeqësisht, të gjithë jemi dëshmitar që figura e mësuesit nuk është ku ka qenë më përpara. Figura e mësuesit nuk respektohet një lloj si më përpara. Çfarë ka ndodhur? Ndryshe nga çfarë na serviret gjithmonë në media sociale, ndryshe çfarë na serviret nga ana e qeverisë, situata është dramatike në vendin tonë për sa i përket sistemit arsimor. Flitet për rritje pagash, por në fakt jetesa është vështirësuar për mësuesit. Flitet tërkohës që janë shtuar oficerë sigurie në për shkolla, e ndërkohë ne dëshmojmë çdo ditë se si janë shtuar raste problematike si duhani, lëndët narkotike, dhuna apo rastet e bullizmit në për shkolla të ndryshme. Vetëm në 4 muajt e fundit kemi parë raste që kanë patur edhe fund tragjik si humbje jetësh në fëmijë ose vetvrasje për shkak të bullizmit. Çfarë kemi tjetër? Flitet tërkohës për reforma, për përmirësimin e cilësisë, e në fakt çfarë tregojnë statistikat është që ne kemi rënje në cilësi. Nga se vjen kjo? Askush nuk mban përgjegjësi, tentohet që ti delegohet mësuesve faj, por në fakt kjo vjen për shkak të politikave të gabuara. Fëmijëve tanë nuk ju mungon inteligjenca, fëmijëve tanë ju mungon motivimi, ju mungon dëshira, dhe tërkohës kanë përpara një model që duke punuar, duke mësuar ndershmërisht nuk mund të arrijnë asgjë në jetë. Po shikojmë se si studentët përfundojnë studimet dhe duan të largohen.
Askush nuk largohet nga dëshira. Janë të detyruar të zgjedhin ose të jetojnë në varfëri në vendin e tyre, ose të shkojnë të kërkojnë kushte më të mira jashtë vendit. Mendoj se si Parti Demokratike do të duhet të punojmë shumë për të mbajtur të rinjt në vendin tonë. Të rinjt janë ardhmja e kombit. Pa të rinj nuk mund të ecim përpara, kështu që do duhet të punojmë shumë edhe për të rikthyer dinjitetin e mësuesve. Unë ju falenderoj përzemërsisht për këtë takim, ju falenderoj për mundësinë që na dhat për të shprehur mendimet tona, nuk dua të zgjatem shumë. Nuk janë problemet vetëm në arsim, por meqense është një ditë simbolike lidhur me arsimin, unë dala më shumë te kjo pjesë. Jam e sigurt. Faleminderit. Jam e sigurt që duke qenë bashk, duke punuar shumë fort, do mund të sjellim ndryshimet që vendi ynë ka nevojë. Faleminderit edhe një herë dhe gëzuar të gjithë kolegëve. Tani ftoj të marrë fjalën pedagogun në Universitetit Burgsor, zotin Lush Susaj. Përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve, të nderuar mësues dhe profesor, ju uroj nga zemra gëzuar festën e madhe të 7 marsit. Zoti e bekoft emrin tuaj, jetën tuaj dhe çdo minutë të punës tuaj. Njëkohësisht, përmes jush, përshëndes gjithë mësuesit dhe pedagogët e Shqipërisë, e në mënyrë të veçantë ata që nuk jetojnë më e dritu pas shpirtin jetën e pasosun. Ndërsa, një përshëndetje të veçantë e kam për profesor Sali Berishën që e zbukuron këtë takim dhe Sali Berisha, ky shërbëtor, ky misionar ndër më të mëdhejt e çështjes shqiptare e sidomos të arsimit, unë e falenderoj për gjithçka që ka bërë dhe ju urojmë jetë të gjatë e shëndet e me ndihmën e Zotit ta shohim përsëri kryeministër të Shqipërisë. E në këtë mënyrë, shteti shqiptar do të ketë të gjitha asetet e veta në krah, pa hile e pa kunja të shtetit Kosovës, e kështu kombi do të funksionoj me zemrë të plot me 2 barkushet, sikur se funksionojnë gjitha kombet dhe gjallësat e kësaj bote. Pa ju mërzitur, duhet ju kujtoj një debat midis Ismail Qemalit dhe Luiç Gurakuçit me 30 dhjetor 1912. E kam lexuar nga një material i sjellur nga Eçerem Zenelaj. Këta burra të shquar të kombit i thonë njëri tjetrit se ishte zgjedh Luigi, ministër arsimi, ministri më i votuar, po edhe më i miri i këtyre 113 viteve. I thot, orë mik thot, ne thot do bahemi në rast se vëm arsimin në themel të çështjes shqiptare, dhe në fakt çdo mësues dhe profesor i Shqipërisë, njerëzit e ndershëm këtij vendi duhet ta konsiderojnë veten sigur themelit të shtetit të kombit shqiptar. Nëse kombin e kemi truajtur dhe e kanë prunë deri në këtë ditë nënat dhe vajzat shqiptare, shtetin shqiptar dhe shtetin e Kosovës i kanë formuar dhe kanë ngritur dhe i kanë nxjerrë në dritë mësuesit dhe profesorët e Shqipërisë dhe Kosovës. Ju kujtoj që kur pas 460 viteve humje e mynzyre, shteti shqiptar doli në dritë pasi u krijuan mësuesit nga normali Elbasan dhe filloi shkolla shqipe, sikur se Kosova doli në dritë e u bë njohur kur filloi dhe u ndërtua Universiteti i Prishtinës dhe u ndes zjarri i lirisë dhe prosperitetit në Universitetin e Prishtinës. Nuk duhet që të zgjatem, por nuk ka ditë më të bukur se sa të jesh në takim mes kolegëve e mes njerëzve. Unë e vlerësoj shumë mësuesin, dora ime
e dora gjithve këtu është mësua me heka të vizat nga mësuesit e klasë parë. Ne jemi ba e jemi rrit nga prindrit tonë, por ama rrugën e dijes e të nderit në prosperitetin na kanë dhënë shkolla dhe mësuesit, prandaj ta vlerësojmë edhe nanën edhe mësuesin, sepse te njëra kemi kombin e gjuhën, e kulturën, e tek tjetri kemi prosperitetin dhe zhvillimin. Zoti ju nderoft misionin tuaj ku të jeni. Tani merr fjalën pedagogja e protestave studentore, zonja Eliana Kuçana. Mirëmbrëma të gjithëve, është kënaqësi e veçantë për mua të jem në mesin tuaj, të dashur mësues dhe pedagog, gjej rastin t'ju them gëzuar 7 marsin. Ne kemi edhe një fat të madh se kryetarin e Partisë Demokratike kemi profesor Dr. Sali Berisha. E ky është fati i madh sepse si misionar dhe si njeri që ka vlerësuar gjithmonë në thelb shoqërinë, ai ka vlerësuar pikërisht rolin e mësuesit dhe të shkollës. Gëzuar 7 marsin, edhe Zoti sikur i ka bërë ngjitur 7 dhe 8 mars për të thënë që shkolla dhe familja janë shtyllat bazë të shoqërisë. E Partia Demokratike i ka në themelin e saj në program me kryeministrin e ardhshëm profesor Dr. Sali Berisha. Faleminderit nga zemra, nuk dua të zgjatëm, gëzuar festën të gjithë mësuesve dhe pedagogëve ku ndodhen në Shqipëri. Një përshëndetje shumë veçantë kam edhe për rinin shqiptare, për studentët shqiptar. Faleminderit. Tani ftoj zonjën Eva Meta, e diplomuar në mësuesi. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Eva Metaj dhe sot në këtë ditë të shënuar ndihem e nderuar që kam mundësi të flas për fushën për të cilën mendoj se mund të flas më mirë se çdo fushë tjetër. Sot në fjalën time do të kuptoni sa shumë e dua unë arsimin dhe sa betejë kam bërë për të arritur që të studioja në këtë drejtim dhe ta zgjidhja mes qindra mundësive më të mira. Sot do të kuptoni në fjalën time që përveç se dashurisë kam dhe një zhgënjim shumë të madh, të cilën nuk më ka dhënë arsimi për ata të cilët drejtojnë këtë vend dhe bëjnë ligjet për arsimin. Në një ndër protestat më të mëdha opozitare në vend, ato të 7 korriku 2022, u bë viral fjalimi një studenteje që po në atë ditë kishte ditën e diplomimit dhe kishte zgjedhur që në atë ditë të dilte në shesh të protestonte dhe të bërtiste fort mes qindra qytetarëve zhgënjimin që kjo shoqëri kishte ofruar. Studentja që diplomua duke protestuar në master me një mesatare 9.4 është këtu sot para jush. Jam unë. Dhe nga jo ditë deri më sot, jam e papun nga qeveria që propagandon çdo ditë për mbështetjen ndaj ekselentëve, për të rinjt dhe për arsimin. E zgjodha këtë fushë me një luftë madhe mes vetes dhe familjes time. Unë isha një maturante me rezultate të shkëlqyera, mund të isha bërë mjeke, mund të isha bërë inxhiniere, mund të isha bërë një arkitekte, por unë isha e dashuruar pas letërsisë. Thoya gjithmonë që letërsia është art dhe arti është për artistët, dhe kjo do të ishte fusha e jetës time. Ja ku jam sot, duke u përballur çdo ditë me gënjeshtrat e kësaj qeverie, se sa shumë shkolla kanë ndërtuar, se sa shumë vende pune kanë hapur dhe se sa shumë kanë investuar për mësuesit e rinj. Ndërkohë, unë dua t'ju them se sa shumë keni vjedhur ju në kurrizë të arsimit e sa tendera korruptive ju kanë dalë sheshit për ndërtimin e shkollave. Zoti kryeministër, po zgjedh të drejtohem sot, dhe pse ndonjëherë mendoj që ju nuk e meritoni fare kohën time të askujt tjetër me mend në këtë vend. Por duke ju injoruar, ju kemi fuqizuar dhe kjo nuk do të ndodhi më. Ju nuk e meritoni fare kohën e një studente ekselente, por është taksirati im dhe i shumë të tjerëve si unë, që ju na keni lënë në rrugë, dhe po është taksirati im që ju dëgjoj juve çdo ditë, nga mëngjesi në darkë, bashkë me ishin tuaj veliaj, teksa gënjeni nga mëngjesi në darkë për mua, për mësuesit, për arsimin apo për shkollat e ndërtuara. Por unë sot nga këtu po ju dedikoj pak kohë, sepse di që ju i dëgjoni me vëmendje të madhe të rinë demokrat kur flasin, sepse ne nuk kemi petale, as satelit, as diell që ngrojnë shpinën tuaj në surrel.
sot po ju dedikoj pak kohë për t'ju thënë që ti dhe ishi juaj Veliaj jeni mashtruesit më të mëdhenj që shteti shqiptar ka njohur. Dhe nuk do t'jetë e largë dita kur haka dhe dirsa çdo studenti si unë do t'ju kthejë në trupin tuaj më të madh. Çdo ditë dëgjoj se ju përkushtoni prioritet të madh arsimit e maturantëve që do zgjedhin degët e arsimit. Por unë sot kam një pyetje për ju, zoti kryeministër. Si t'i them unë sot një maturanti që të zgjidhi profesionin e mësimdhënies, kur unë kam 2 vite që jam diplomuar me mesatare 9.4 dhe jam akoma e papunë. Ju nuk e keni një përgjigje me siguri, por unë do të kem gjithmonë një përgjigje për ata që përbaltin arsimin e mundojnë të demoralizojnë çdo të ri tjetër si unë. Më kujtohet tani një thënie e presidentit Harvardit të vitit 1930. Nëse mendoni se arsimi është i shtrenjtë, provoni ignorancën. Sa keq që shqiptarëve ju ka rënë për pjesë të paguaj kaq shtrenjtë për ignorancën tuaj dhe të kabinetit tuaj. Zoti Berisha, po ju drejtojmë si kryeministri i Shqipërisë pas 11 majit. Ju pret një punë e vështirë, na pret të gjithëve një punë e vështirë, por mendoj se kemi për detyrë të sjellim arsimin dhe çdo institucioni arsimor dinjitetin e munguar prej vitesh. Dua t'ju kërkoj sot që pas 11 maj ta kujtoni çdo ditë se askush nuk është më i rëndësishëm për një shtet të argëtshëm se sa mësuesit. Betejë është gara më e rëndësishme në të cilën mund të përfshihet një shoqëri. E sot jam krenari që këtë betejë ndaj bashkë me ju. Faleminderit. Tani merr fjalën pedagogja e nderuar zonja Ridvana Mema. Mirëmbrëma të gjithëve, unë jam Ridvana Mena, jam e lumtur që mu dha fjala në këtë mbrëmje dhe e befasuar, do doja të kisha përgatitur diçka, gjithsesi do them ato që vërtet ndjej sot, si një mësuese me eksperiencë prej 23 vitesh, sigurisht në një institucion prestigjioz privat, se duke qenë që vi nga një familje e persekutuar, e lindur në kamp përqendrimit, zgjodha të mos vuaj odisen e përndjekjes edhe në demokraci kur ndroheshin qeverit. I nderuar zoti Berisha, e kujtoj si sot atë ditë ku erdhët ju në kampin e përqendrimit Gradishtës. Kishte shumë, po shumë shpresë dhe pritshmëri, shumë ëndra për ne. Vërtet, kur kthej kokën dhe shikoj Shqipërinë sot, nuk ishte ky skenari, nuk ishte kjo Shqipëria që ne do kishim menduar që do ishte sot kështu. Gjithsesi, unë dua të falenderoj shumë ata që janë sonte këtu me ne, bashkomësit që kanë zgjedhur të qëndrojnë në këtë vend, të shohin një fije shprese dhe pse jo të kemi mundësinë e fundit për të ribërë gjërat siç duhet. Ka gjithmonë një kohë për të ribërë gjërat siç duhet. Sigurisht duhet mësojmë nga gabimet tona, këtë gjë jo mësojmë nxënësve çdo ditë në përditshmëri dhe ne duhet të mësojmë nga gabimet tona. Të gjithë e dimë që mësuesia krijon të gjitha profesionet. Figura e mësuesit duhet lartësohet. Ne kemi shembuj kur mësuesi ka pasur reputacionin maksimal dhe si ka qenë vendi. Kemi kohën e mbretërisë, ku mësuesi ishte një figurë shumë e lartësuar. Ne sigurisht e kemi në dorë që ta kthejmë këtë gjë. Me të gjitha mundësitë që na jepen, ju lutem, është mundësia e fundit për ta shpëtuar këtë vend. Investoni në arsim. Investoni në arsim, bëni politika për arsimin, mos bëni arsimin politik. E djatha e vërtet e ka treguar që di të bëjë ndryshime thelbësore. Është momenti për ta bërë. Faleminderit shumë që më dhat fjalën edhe një herë dhe uroj me gjithë zemër që të gjithë ne që zgjodhëm të qëndrojmë në këtë vend, të qëndrojmë dhe të kthehen dhe ata që janë larguar dhe ta lartësojmë këtë komb, të mbetemi komb dhe ta lartësojmë kombin ton. Faleminderit shumë.
Tani kam nderin të ftoj një politikan të rrëshuar, kryetarin e Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu. Faleminderit Albana, faleminderit të gjithëve. Unë këtu dua të bëj një përjashtim dhe besoj do më lejoni. Kur dëgjova fjalën e Eva Medajt, dua ta falenderoj nga zemra. Për mençurinë, për kurajon, për forcën e fjalës saj dhe për vizionin. Mësuesi është si ai qiriri që digjet për ndriçuar jetën e të tjerëve. Në çdo klasë mësuesi formësohet shpresa dhe ardhmja e kombit. Arsimi është baza e të ardhmes në shoqëri. Dhe unë përulem me respektin më të madh përballë të gjithë juve, mësuesve, arsimtarëve, pedagogëve dhe pedagogëve të mi. Pedagogët e mi në atë kohë ka qenë pedagogët e asaj kohe të Zotit Berisha. Kështu që unë dua t'i uroj festën edhe Zotit Berisha si një nga pedagogët më të jashtëzakonshëm që ka njohur plejada ime si student. Se hera e parë që kam njohur ka qenë viti 1989 te godina kryesore e universitetit, ku Universiteti Mjekësor me të inxhinierisë debatonin pikërisht për problemet e mëdha universitare bashkë me studentët. Por më lejoni që dal pak nga klishet e fjalëve të përgjithshme se si duhet jetë arsimi, çfarë duhet bëjmë. Jemi në një moment historik të dashur motra dhe vëllezër. Jemi në momentin për të bërë atë që duhet për fëmijët tanë, për familjet tona, për arsimin dhe për Shqipërinë. Ushtrua këtu çështja që arsimi është lënë harres. Kjo nuk është për shkak të padijes. Kjo nuk është për shkak të mosnjohjes. Kjo është një gjë e qëllimshme, sepse frika dhe ignoranca, varfria janë më të lehta për të kontrolluar. Dhe sundimi dhe qeveria e Edi Ramës është pikërisht bazuar mbi këto element: varfrinë, frikën dhe mosdijen. Prandaj na takon ne që ta ndryshojmë këtë situatë. Sepse për ndryshe, Shqipëria, në qoftë se nuk do të ngrihet e tëra, me gjithë diasporën, me gjithë ju, në datë 11 maj, për t'ia u kthyer pushtetin njerëzve të thjesht, do të shkojë në honet e harresës së krimit dhe të korrupsionit. Një nga fenomenet më të frikshme të shoqërisë shqiptare sot nuk është vetëm niveli arsimor, por ajo që ka ndodhur me fëmijët tanë për shkolla. Problemet e mëdha që janë për sigurinë e fëmijëve tanë, për të ardhmen e fëmijëve tanë, droga, prostitucioni, të gjitha këto kanë të bëjnë edhe me arsimin, edhe me dijen. Unë nuk dua të zgjatem, se para se të vija këtu Petriti tha të lutem shkurt dhe zoti kryetar, unë jam fare shkurt, por dua t'ju falenderoj nga zemra. Edhe ajo Shqipëria madhështore që thot zoti Berisha, as më shumë dhe as më pak, është Shqipëria madhështore të gjithë demokratëve të Kamzës, është Shqipëria madhështore pedagogëve, e arsimtarëve, njerëzve të thjeshtë. Duke bërë madhështor çdo shqiptar, çdo mësues, ne do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Prandaj edhe një herë ju falenderoj, Zoti ju bekoft ju, Zoti i bekoft familjet toja, rrofshi ju dhe rroft Shqipëria. Faleminderit. Tani kam nderin dhe respektin e madh të ftoj një lider historik, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur mësues e mësues, prindër, demokrate, demokrat të qytetit të Kamzës, të dashur drejtues të Partisë Demokratike në Qendër dhe në Kamzë, kandidat të kësaj partie për deputet të Kamzës dhe kryeqytetit, i dashur zoti Mediu, të dashur miq të pranishëm,
në këtë takim, në një ditë nderimi, në një ditë do të thosha edhe më shumë se nderimi, të mësueses, mësuesit, të kontributit tyre, të përpjekjeve të tyre, të mëdha në fushën e dijes, të edukimit qytetar, të atdetarisë, por dhe njerëz që sot përballen me vështirësi të mëdha dhe të pamerituara. Sot ne nderojmë këtë ditë, nderojmë figurën e mësuesit dhe mësuesit në një kohë që nuk e meritonim kurrë këtë gjë. Kur vështron disa tregues, kur konstaton se pak muaj më parë fëmijët tanë të mrekullueshëm renditën të fundit në botë për mendimin kreativ në testin e cilësisë, kur kujton se arsimi ynë në cilësi nga një ngjitje vertikale që pati në vitet 2007-2014 psoj një rënje dramatike vertikale, një rënje e cila nuk është parë, nuk është konstatuar në asnjë vend tjetër të planetit. Një rënje me 69 pikë në njërin prej shkencave më themelore të njeriu dhe njerëzimit, që është matematika. Këto tregues nuk janë rastësor. Këto tregues janë dëshmi e një rrokullisje të madhe të sistemit të arsimit në këto vite të narkodiktaturës, të narkoshtetit. Në rast se kthehemi së bashku mbrapa, në vitet 2013 gjatë atyre 2 mandateve u rindërtuan mbi 1300 shkolla kopshte dhe këtu në Kamzë nga 3 turne apo dhe 4 turne u kaluan në mësimdhënie normale. Në Kamzë dhe në Shqipëri, interneti dhe kompjuteri që ishte mollë ndaluar u vënë dispozicion të nxënësve në të gjitha shkollat e vendit. Nga 48 shkolla që ishin në vitin 2005 me internet dhe laborator informatike, 24 me 940 kompjuter gjithsejt, 24.500 kompjuter u ndanë në të gjitha shkollat e vendit. U krijuan laboratorët e informatikës në shumicën ndërmuese apo të gjitha shkollat e mesme. Por mbi të gjitha, të jemi këtu, ne vendosëm mësuesin në pjedestalin që meritonte.
rrogat e tyre u rritën më shumë se të gjitha rrogat tjera. Shqipëria në piramidën e rrogave vendosi mësuesit në 1/3 e epërme të saj. Nuk janë kaq shumë vende që e kanë atë pozicion për pagat e mësuesve. Numri i mësuesve pa arsim përkatës u reduktua sepse arsimi u bë tashmë një profesion i vlerësuar, profesioni i mësuesit. Dhe të gjitha këto së bashku bën të mundur disa arritje shumë të rëndësishme. U bë e mundur që nga 68% që ishte përqindja e nxënësve që kalonin nga shkolla e mesme në shkollën e lartë, nga shkolla nëntëvjeçare në shkollën e mesme, ta rrihet në rreth 90%. Dhe jo me detyrim, por me mirë organizim dhe me investime. U bë e mundur që Shqipëria nga 12 studentë që kishte për 1.000 banor, në një kohë kur mesatarja europiane ishte 43 studentë, të kalonte në 50 studentë për 1.000 banor. U bë e mundur një ngjitje vertikale në testin e PISA-s. Pra, u arritën, u shënuan arritjet e para serioze. U shumuan programet me qindra. Që ndodhi këto vite? Këto vite janë mbyllur 760 shkolla. Këto vite numri i studentëve ka rënë me mbi 60.000. Këto vite ka ndodhur ajo ose është regjistruar ajo që ndofta s'është regjistruar ndonjëherë në tërë historinë tonë mijëravjeçare. Një qytet, një qendër e banuar si Kolonja, si Erseka, ka patur në vitin 2023 vetëm një lindje. Në vitin 2030, në klasën e parë të këtij qyteti, ulet vetëm një voglush. Kombi nuk është goditur kurrë në materien e tij, në qenien e tij, nga asnjë pushtim, nga asnjë pushtues, nga asnjë fatkeqësi natyrore, nga asnjë luftë, siç është goditur këto 12 vite të qeverisjes së një njeriu i cili ka patur mision shkatrimin e këtij kombi. Ka patur si mision dhe ka shkatrimin e këtij kombi. Edi Rama përbën ndofta antishqiptarin më të zi të historisë. Siç e kanë quajtur me shumë të drejtë analistë ndër më të mëdhenj të kohës, gjermanet tjerë pashiqi shqiptar. Këtë gjëm që i bëri Shqipërisë me politikat e tij,
e shoqëroj me thikat të mërshme pas shpinë e Kosovës. Një vend vlla gjaku, një vend që u bëj pavarur sepse qëndroj i pamposhtur nga pushtuesit më të egër. Pas ardhjes tij në pushtet, përballet me një presion të egër midis Tiranës dhe Beogradit. Në fakt, jo vetëm që ndaloi procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit, por mori anën e Beogradit, vuri sanksione Kosovës i pari, vuri sanksione Kosovës me urdhër anti-shqiptar. Pra, kjo që psoi Shqipëria dhe shqiptarët me Edi Ramën është e pa shembull në tërë historinë. Unë e kam përjetuar diktaturën komuniste dhe unë e di se 10 mijëra shqiptarë u ekzekutuan për fjalën e lirë, për mendimin e lirë, për dinjitetin njerëzor. 10 mijëra tjera të tjerë u internuan, u dëbuan, një popull i tërë ranë varfëri dhe në mjerim. Por kur, ky popull nuk ka humbur në 10 vite 45% të materjes tij, siç kemi humbur në këtë periudhë. U ndala në këtë analizë për të thënë se në këtë regjim, në këtë diktaturë të dytë, arsimi ka qenë dhe viktima më tragjike e tij. Mësuesit u degraduan, u zëvendësuan me patronazhist. Rrogat e tyre në vend se të ndiqnin trendin, sot nuk kanë të kompensuar as gjysmën e inflacionit 12 vjeçar. Një shkollë drejtorash si shkollë partie, një portal që quhet Mësues për Partinë, të gjitha këto së bashku sollën rrokullimin e madhe të sistemit jetik më të rëndësishëm për një kombë në rrugën e tij drejt përparimit, drejt progresit. Në këto kushte, ju jeni dëshmitar që ne kemi shpallur moton ton Shqipëria madhështore. Dhe unë garantoj secilin për jush se kjo moto, sado që mund të tingëlloj si e largët, mund të tingëlloj si jo realiste, por u jap ju fjalën dhe u garantoj se Shqipëria madhështore do të jetë një realitet shumë më i afërt nga ai që mendoni ju. Shqipëria madhështore është dhe do jetë para zgjithash projekti i burrave dhe grave që e duan Shqipërinë, që sakrifikojnë për Shqipërinë, që i besojnë Shqipërisë. Shqipëria madhështore është vendi të cilit
natyra dhe Zoti i kanë dhënë pasurit më prallore për të ngritur në zenitin e madhështisë në zhvillimin e saj. Shqipëria madhështore është vendi në të cilin mund të prodhohet kudo dhe çdo gjë. Është vendi në të cilin rezervat natyrore të gjithanshme janë të jashtëzakonshme, janë botërore. Rezervat energjetike janë të jashtëzakonshme. Shqipëria madhështore është vendi në të cilin kur nuk mund të ishin këto rroga dhe pensione. Por Shqipëria madhështore ka një kusht të gjitha kushteve: arsimin madhështor. Ëndra e madhe e shqiptarëve për një Shqipëri madhështore nuk mund të realizohet pa një arsim madhështor, pa transformimin e thellë të arsimit. Shqipëria madhështore nuk mund të jetë Shqipëria e njerëzve që numërojnë kafshatën. Nuk mund të jetë Shqipëria e smurëve që zblejnë dot ilaçet. Nuk mund të jetë Shqipëria e prindërve që nuk ushqejnë dot fëmijët e tyre. Jo. Të gjitha këto marrin fund 3 muajt e parë të qeverisjes. Shqiptar, pas 3 muajt e parë të qeverisjes që provon varfëri ekstreme, nuk ka dhe nuk do të ketë. Paketa jonë është paketë asgjësuese për varfërinë ekstreme. Shqipëria madhështore është Shqipëria e arsimit madhështor, në të cilin mësuesi dhe mësuesja do të jenë në pjedestalin e nderit që u takon atyre për misionin e madh që kanë. Nuk ka mision më të madh, nuk ka mision më të rëndësishëm, nuk ka mision më serioz se misioni i mësuesit. Ndaj dhe ne rikthehemi përsëri besimit ton tek arsimi. Ne rikthehemi përsëri trajtimi dinjitos të mësuesit dhe mësuesës në Shqipëri. Nuk mund të ketë mësues në rrogë mesatare në Shqipëri. Në qoftë se rroga mesatare në Shqipëri do jetë 1200 euro, e mësuesit do të jetë mbi mesataren. Për këtë ju garantoj unë ju. E pedagogu do jetë qartësisht mbi mesataren. Pra, do i rikthehemi me forcën më të madhe trajtimit merituar të mësuesve dhe mësuesit. Do të dyfishojmë buxhetin për arsimin, kombiskas jo më serioze se shkollimin. Sot, buxheti për arsimin është një buxhet qesharak. E premtoi 5%, asaj premtoi, sot është 2,45%. Buxheti për shkencën në Shqipëri për kërkimin shkencor është 57 herë më i ulët se sa mesatarja
e vendeve antare të OSBE-s është inexistent. Dhe tani, kryetari shkencë në Shqipëri, u vetë shpall, Edi Rama, krijoi Këshillin Shkencor Kombëtar, të kryesuar nga kryeministri, ju garantoj që diktatori i Koreas Veriut nuk është kryetari i Këshillit Shkencor të Koreas. I ka të gjitha, po këtë nuk ka marrë këtë funksion. Siç e merr kreu i narkoshtetit shqiptar. Investimi për shkencën, për arsimin e lartë, do të shumë fishohet. Nga 11.000 pedagogë dhe asistent që kishte vendin vitin 2013, sot janë përgjysmuar. Kanë mbetur 6.000. A kishte goditje randë shumë? A kishte mundësi që ata të qëndronin pavarësisht se mund të binte numri student? Po, kishte shumë mundësi. Sepse ne kemi raportin pedagog-student, e kemi të papranueshëm. Dhe atë ne duhet ta përmirësonim. Por alternativa vetme për ta mbeti largimin nga Shqipëria. Së fundi, para një viti, goditi profesionet e lira për të shpartalluar plotësisht stresin e mesme të vendit. Pra, ne qëndrojmë për një arsim madhështor dhe ju garantoj ju se jo vetëm buxhetet sipas arsimit para universitar, kërkimi shkencor, do të 2-3 fishohen. Por programet të tjera, zhvillimi, përpjekjet tjera të mëdha, do bën që arsimi dhe shkenca t'i prinë përpjekjeve të shqiptarëve për Shqipërinë madhështore. Shqipëria madhështore i ka zënë në befasi kleptokratët dhe narkoqeveritarët. Natyrisht përpiqen me çdo kusht të zhvlerësojnë këtë term, por ne që kemi paraqitur këtë program, ne kemi paraqitur atë me bindjen më të thellë se është plotësisht i realizueshëm. E kemi paraqitur atë me bindjen më të thellë sepse ishte për shqiptarët madhështi kalimi nga njerëzit më të varfër, nga kombi në grupin e kombeve më të ardhura të ulta, në kalimin grupin e kombeve më të ardhura të mesme të larta. E gjithë elita ekonomike botërore e vlerësoi atë moment si quantum leap, si një hap kuantik të jashtëzakonshëm. Askush nuk imagjinonte dot se në 2 mandate do mund të ndërtoshin 11.000 kilometra rrugë. Ju them këtu unë ju. Nuk e harroj kurrë. Ftyrat e bashkëpunëtorëve të mi që kur kemi deklaruar se do ndërtojmë rrugën e kombit, qoftë me vath dhe me byzylyke, ata janë zbehur. Ka patur për e tyre që janë zbehur.
por ne ndërtuam 2-3 herë më shumë se atë që shpallen. Po, dhe nuk i ndërtuam me vallë dhe byzylyk, po i ndërtuam me parat tuaja, taksat tuaja. Ato i përdorëm për të bashkuar kombin. Shqipëria nga vendi më i pasigurt u bë anëtare e NATO-s. Unë besoj se kjo ishte një akt madhështie për vendin më të pasigurt, që kishte provuar të gjitha pushtimet në kohra. Nga vendi që kishte gjithsejt 4.8% të penetrimit internetit në shoqëri, kaloi në 63%. Dhe u bë vendi më i hapur ndaj internetit për shoqërinë. Shqipëria është vend plot ujëra. Dhe kur deklaruam atë në vitin 2007 se Shqipëria do të bëhet superfuqi e vogël rajonale e energjisë rinovueshme, u tallën për qeshën. Por në fakt Shqipëria sot është eksportues i energjisë rinovueshme. Dhe janë edhe qindra hidrocentrale tjera për të ndërtuar. Por miqtë e mi, a kemi ne drejt të themi se Shqipëria do të jetë madhështore në prodhimin e energjisë? Ju garantoj se brenda një mandati. Se nga jugu, në thellësitë e Alpeve, qeveria do të financojë instalimin e paneleve diellore në të gjitha çatit e Shqipërisë. Do ta bëjmë ne këtë. Qytetarë shqiptar pas instalimit tyre do paguajnë dhe 3 vite tjera kosto e instalimit si çmim energjie dhe pastaj do i kenë falas ato. Do ta marrin energjinë falas. E kanë nga Zoti, e kanë nga dielli. Vend me 280 ditë diell. Vend i bekuar nuk ka si Shqipëria. Burime tjera energjetike disponohet në këtë vend. Ndaj dhe ekzistojnë çdo potencial që ne këtë ëndër dite, ëndra e ditës e njerëzve që dashurojnë Shqipërinë, e njerëzve që i besojnë Shqipërisë. Do ta bëjmë realitet shumë më shpejt nga që mendojnë të tjerë. Por përsëri, kushti kushteve është një sistem arsimor, i zhvilluar, cilësor, në lartësinë e madhështisë Shqipërisë. Dhe dashur miq, 11 maj ndan histori, ndan epokën. Me 11 maj, çdo shqiptar dhe shqiptar që ushqen njejat më minimale të dashurisë ndaj këtij vendi, i jep me votën e tij ndërshkimin e merituar kësaj narkokrature, këtij regjimi, dhe firmos për Shqipërinë madhështore. Këtë vit në Milano e kam shpallur dhe e them dhe këtu viti diasporës shqiptare. Ne shqiptarët në kohra të vështira kemi patur një shprehje: maju nën mos ke frikë se i ke djemt në Amerikë. Në fakt,
Sot, kjo shprehje është aktuale përsëri. Por sot, nuk janë djemët, por është gjysma e kombit jashtë vendit. Është gjysma jonë në dhenat huaja. Ju e keni pa, unë kam bërë një seri takimesh. Dhe këto takime ju them unë ju, kam gjetë një shpërthim entuziazmi, optimizmi dhe energjie që nuk e kam parë kur që nga vitet 90 në kohën e përmbysjes diktaturës komuniste. Pra, regjimi Edi Rams është i denuar në mënyrë përfundimtare nga kombi shqiptar, kësaj here të themi më shumë se nga kushdo tjetër, nga gjysma e lirë e kombit që jeton në dhenat tjera. Dhe unë jam sot këtu para jush, për të zotuar, në emër tuaj dhe para jush, se Shqipëria madhështore do t'jetë edhe vepër e tyre, se mundi djersa investimet djenit e tyre do jenë promotor kryesor i projektet më të madh, më të bukur, që ka njohur Shqipëria ndonjëherë projektit të Shqipërisë madhështore. Dhe se qeveria ashme do bëjë gjithçka që ata të rikthehen me investimet e tyre, me miqtë e tyre, dhe të investojnë në Shqipëri, ëndrrën e tyre, ëndrrën shqiptare. Qeveria ashme do të bëjë gjithçka për të mbrojtur gjuhën, për të mbajtur gjallë gjuhën dhe kulturën shqiptare, kudo që ndodhen, nga Afrika e Jugut në Polën e Veriut, nga Alaska në skajnë tjetër të dheut. Shqiptarët do të kenë pas 11 majt një qeveri e cila do të bëjë gjithçka për mbështetjen e tyre. Ndaj dhe ftoj, dhe që jemi në ditë të mësuesit, të gjithë mësueset dhe mësuesit e Shqipërisë, të gjithë prindrit, ftoj në një të bashkohemi në këtë përpjekje në 11 maj të ndajmë epokën e narkodiktaturës dhe të rikthehemi në epokën e lirisë, dignitetit, zhvillimit, të hymë, të ecim krenar drejt Shqipërisë madhështore. Faleminderit, gëzuar dhe njëherë, gëzuar dhe njëherë 7 marsin, festën e mësuesit. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë takim shumë të rëndësishëm.